Po u aprish rrobat myku i lavatrices, ja si ta pastroni atë. Lavatricia është ndër pajisjet elektroshtëpiake që përdoret më shumë, por për të cilën kujdesemi më pak, sidomos kur bëhet fjala për pastrimin e saj. Ndoshta shumë prej jush mendojnë se duke qenë tërkohës në punë, ajo nuk ka nevojë të pastrohet. Në fakt është të krejtë e kundërta. Akumulimi i papastërtive uji me klore të tjera bën që lavatricia të lulëzojë në myk. Mos u shqetësoni pasi me këshillën e kësaj video mund të eliminoni çdo shenjë të mykut nga makina juaj larse tek neutralizimi i aromave të pakëndshme. Përbërësit që ju duhen janë 50 gram krip, 5 lugë gjedhë sot buke, 5 lugë gjedhë uthumolle dhe një sfungjer. Fillimisht derni kripën në vendin ku hidhni detergjentin dhe e lini që lavatricia të bëjë punën e saj bosh. Mjafton një proces tjetër i shkurtër në temperaturë 40 gradë, për shembull, duke garantuar që lavatricia të jetë opsion i larjes me dorë. Më pas bashkoni uthullin e mollës, sodën e bukës dhe ujin e ngrohtë dhe kështu bëni një proces larje dhe kështu do të largoni papastërtitë dhe mykun në lavatricen tuaj.